Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos i neglizhoni këto shenja që japin këmbët tuaja, pasi mund t'ju kushtojnë jetën. Britanikët paralajmërojnë të jeni vigjilent ndaj simptomave të pazakonta që shfaqen në këmbë, të cilat mund të tregojnë edhe gjendje të dëmshme për imunitetin. Diabeti është një gjendje serioze dhe shpesh e përjetuar që çon në nivele tepër të larta të sheqerit në gjak. Ndërsa shkaku i saktë i diabetit të tipit 1 mbetet i panjohur, diabeti tipi 2 shpesh shoqërohet me faktorë që përfshijnë peshën e tepërt dhe aktivitetin fizik të pamjaftueshëm. Megjithatë mund të jetë i trashëgueshëm, citon The Mirror. Ashtu si çdo gjendje mjekësore, sa herë të identifikohen simptomat e diabetit, aq më shpejt duhet të kërkohet ndihmë mjekësore. Megjithatë, këto shenja paralajmërojnë se mund të shfaqen në disa zona të papritura. Për shkak të niveleve të larta të sheqerit në gjak, këmbët përfaqësojnë një zonë të trupit që mund të pësojë dëme të konsiderueshme. Diabetes UK deklaron: me kalimin e kohës, nivelet e larta të sheqerit në gjak, të njohura dhe si niveli i glukozës në gjak, mundet të dëmtojnë enët e vogla të gjakut që furnizojnë nervat në këmbët tuaja. Ky i ndalon në lëndët ushqyese thelbësore të arrijnë në nerva. Nëse nervat në këmbët tuaja dëmtohet, mundet të humbisni ndjesinë në këmbë, të njohur si neuropati periferike. Kjo do të thotë që mund të mos i ndjeni gjërat si duhet dhe mund t'i dëmtojë këmbët pa e vënë re. Enët e gjakut të dëmtuara gjithashtu zvogëlojnë furnizimin me gjak në këmbët tuaja, që do të thotë se mund të keni problemin me shërimin e prerjeve dhe plakëve. Gjithashtu mund të keni dhimbje ose ngërçe në këmbë, gjithashtu edhe në shputa. Organizata këshillon njerëzit të konsultojnë me mjekun e tyre familjar nëse vërejnë ndonjë nga shenjat e mëposhtme: ndjesi shpimi ose edhe mpirje, dhimbje dhe djegje të këmbëve, humbje e ndjesisë në këmbë. Entjet e këmbëve mund të vijnë re se veshjet e këpucëve ose ecja është e bërë e vështirë. Këmbët tuaja nuk djersiten, plagë që nuk shërohen, kërcitje të pulpave tuaja gjatë pushimit ose ecjes, lëkurë e shndritshme ose e lëmuar në këmbë, rënje e qimeve në këmbë ose në shputa. Nëse vëreni këto shenja vazhdimisht në këmbët tuaja, paraqituni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar dhe një konsultë ideale për të evituar çdo dyshim të mundshëm lidhur me shëndetin. Ju vjen erë e keqe nga goja dhe keni karjes të shpeshtë, mund të jeni me diabet. Simptomat e diabetit janë të gjitha respektivisht të varura nga tukuria, hiperglicemias dhe shpesh kanë efekte të mëdha negative për organizmin. Ndërhyrja në kohë është thelbësore për diagnozën e hershme të sëmundjeve dhe ndërhyrjen pasuese me një terapi të përshtatshme, shpjegon Alberto De Micheli. Shenjat karakteristike të diabetit mund t'i njohin shumica. Diabeti është një sëmundje metabolike e shkaktuar nga mungesa e aktivitetit të mjaftueshëm dhe të pamjaftueshëm të insulinës, një hormon kyç për të mbajtur glukozën në gjak. Diabeti tipi 1, karakterizuar nga mungesa pothuajse absolute e insulinës, ndodh papritur zakonisht gjatë fëmijërisë ose adoleshencës, rrallë në moshë mallore dhe simptomat janë karakteristike. Diabeti tipi 2, karakterizuar nga aktiviteti pamjaftueshëm dhe mungesa relative e insulinës, ndodh ngadalë zakonisht në moshat mallore dhe simptomat janë më të nënçuara. Faktorët e rrezikut për zhvillimin e diabetit të tipit 2 janë mbi pesha dhe obeziteti, nivelet e larta të yndyrës në gjak, hipertensioni, pirja e duhanit, jeta sedentare dhe familjarët me diabet. Tipari i përbashkët i dy llojeve të diabetit është përqendrimi i lartë i glukozës në gjak. Këto janë shenjat sipas Diabetes UK, të cilat mund t'i vëreni më shpesh edhe të paraqisin për probleme të rënda të shëndetit. Urinimi i bollshëm dhe i shpeshtë. Kur niveli i sheqerit në gjak është më i lartë, trupi eliminon atë me anë të urinës. Kjo do të rrisë sasinë e urinës të dëbuar në 24 orë, e cila përmban sasitë e larta të sheqerit në të. Zgjimi 2 herë në natë për të urinuar nuk do të ishte ndodhur kur më parë nëse nuk do të jepte edhe rritjen të sheqerit. Konsultoni me mjekun për çdo dyshim të mundshëm. Një etje e fortë. Me një eliminim më të madh të lëngjeve ju dehidratoheni, kështu që pini më shumë dhe ndjeni përsëri të etur. Disa pacientë që nuk e dinë se janë diabetik, shuajnë etjen e tyre me pije të ëmbla me sheqer ose me lëngje të frutave.
duke rritur kështu sheqerin në gjak dhe duke përkeqësuar akoma më tej situatën. Pra fakti që ju ndjeni veçanërisht të etur pa dirësitje për shkak të nxehtësisë së tepër ose trajtimit intensiv mund të jenë simptoma të diabetit. Ju vjen re keqe nga goja. Aroma e acetonit të erës së gojës gjithashtu si ajo që përdoret për të hequr manikyrin nga thonjt, është simptom klasike e diabetit të tipit 1. Është tregues i dekompozimit të rënd metabolik. Kjo erë e veçantë është rezultati i ashtu quajtur ketoacitoz. Në thelb, trupi diabetikëve i cili nuk ka insulin nuk mund të përdorë glukozën si burim energjie, kështu që mund të përdorë atë për djegjen e acideve yndyrore. Për këtë proces formohet trupi keton që shkakton erën e acetonit në frymëmarrje. Kjo simptom mund të jetë e dobishme për të vlerësuar kur një pacient vjen në dhomën e urgjencës dhe gjithashtu shfaq këto shenja: humbje peshe e papritur dhe lodhje të tepërta. Humbja e menjëhershme në peshë ndikon kryesisht te personat me diabetin e tipit 1, në diabetin e tipit 2 mund të jenë më graduale. Normalisht, sheqernat e marra me dietën të absorbuara një herë transportohen në gjak në të gjithë rrethët e trupit kur qelizat janë në gjendje të përdorin ato në sajt e insulinës. Nëse kjo substancë mungon ose prodhohet në sasi të vogël, energjia e prodhuar nga sheqernat nuk është më në dispozicion dhe trupi lodhet shumë shpejt. Trupi përdor depozitat yndyrore për nevojat ushqyese të tij dhe në raste të rënda indet e muskujve. Kjo rezulton gjithashtu edhe në humbje peshe. Uri e tepërt. Të kesh uri pas një arsye mund të jetë edhe ndonjë simptom e diabetit. Sëmundja pengon trupin nga shërimi i shpërndarë në energji, kështu që ju ndjeni të uritur dhe jeni gjithmonë në kërkim të ushqimeve të cilët mund të jenë edhe të karikuar. Në diabetin e tipit 1 një simptom tipike është edhe polihagia e shoqëruar me humbje peshe, rritja ureksi dhe marrja ushqimeve të pasur nga një humbje e paradoksale e peshës. Ky fenomen ndodh për shkak të diabetit të tipit 2, ku personi është shpesh mbi peshë ose obez dhe mund të vëzhgojë një humbje peshe duke ruajtur ushqimin e zakonshëm të tepërt. Shërimi i plakëve më ngadalë. Diabeti është një faktor i rënd i kufizuar në shërimin e plakëve. Nivelet e larta të sheqerit zvogëlojnë aftësinë për të shëruar kështu edhe plagët më ngadalë dhe kjo mund të jetë një sinjal alarmi që kërkon një konsult me mjekun. Infeksionet të ndryshme dhe pamja e turbullt. Kur sheqerat janë shumë të larta në gjak, syri ndikohet gjithashtu. Glikemia më e lartë shkakton ndryshime në lentën kristalore dhe në lëngun endokular që zvogëlon aftësinë për të parë, zakonisht duke e bërë vizionin të paqartë. Për të korrigjuar këtë lloj problemi të syve është e nevojshme për të ulur nivelin e glukozës në gjak. Problemi i vizionit të paqartë mund të jetë vërtet i përkohshëm. Disa persona me diabet të padiagnostifikuar shkojnë edhe te oftalmologu duke u ankuar që nuk shohin qartë dhe kthehen në shtëpi me syze dhe me recetë. Rritja e kariesit. Hiperglicemia dëmton dhëmbët dhe mishrat e tyre duke bërë më të mundshme edhe gurzat ose kariesin dhe infeksionet. Nëse vëreni një rritje të këtyre problematikave është e rëndësishme që të shkoni tek mjeku, pasi shkaku mund të jetë edhe diabeti, por edhe sëmundje të tjera. Prandaj, konsulta me mjekun është gjëja më e mirë që mund të bëni. Kryerja e kontrolleve të rregullta të sheqerit në gjak, një herë në vit nëse bëni pjesë në grupin e rrezikuar, ndërsa njerëzit e tjerë kryerjen e testit një herë në 3 vite. Kontrolli i rregullisht i tensionit të gjakut, mbajtja e peshës nën kontroll, kryerja e aktivitetit fizik 30 minuta të paktën 5 ditë javës, paksimi i marrjes së yndyrnave në ushqim, sidomos ato shtatzore, përdorimi i ushqimeve të pasur me fibër si fruta, zarzavate të tjera, shmangja e përdorimit të duhanit dhe alkoolit janë gjërat më të mira që mund të bëni për parandalimin e këtij shqetësimi. Mos e neglizhoni çështjen tuaj dhe paraqituni tek mjeku për çdo dyshim të mundshëm që mund të keni, pasi bëhet fjala për shëndetin dhe nuk duhet të evitohet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.